Zyrtarët e EULEX-it dhe të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë sot se janë duke punuar për integrimin e sistemit të drejtësisë në vend, duke përfshirë edhe gjykatat në veriun e Kosovës. Ata thanë se kanë siguruar tashmë një sistem për menaxhimin elektronik të çështjeve gjyqësore që do të ndikojë shumë në përmirësimin e punës në drejtësi, që është fusha më e kritikuar deri tani në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian për Policinë e Drejtësinë dhe të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë sot se janë duke marrë të gjitha veprimet për të siguruar tërësinë e sistemit gjyqësor në vend. Ata i bën këto komente pas nënshkrimit të një marrëveshje për menaxhimin elektronik të lëndëve gjyqësore, një sistem ky që sipas tyre do të përfshijë edhe gjykatat në veriun e Kosovës, skenë kundërshtimeve më të ashpra ndaj pavarësisë së vendit. Sekretari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Harit Muharremi, thotë se ky sistem do të jetë i njëjtë dhe i vetmi për të gjitha gjykatat në vend. E kemi përmbyll çështjen e regjistrimit të gjitha lëndëve që kanë qenë të paregjistruara në sistemin elektronik, dhe kjo nëmë kupton se çështja e përdorimit të sistemit elektronik edhe nga EULEX-i, gjyqtarët e EULEX-it dhe prokurorët e EULEX-it, do të jetë unike për gjithë territorin e Republikës. Shefi i sektorit të drejtësisë në misionin e EULEX-it, Alberto Perduca, tha se marrëveshja e sotme synon përmirësimin e punës së gjykatësve e prokurorëve dhe paraqet hap të rëndësishëm për integrimin e sistemit gjyqësor në Kosovë. So I think that it's a first step. Mendoj se ky është hapi i parë që do të na ndihmojë për të punuar më mirë në interesin e drejtësisë së Kosovës, që do të thotë në interesin e të gjithë qytetarëve dhe të gjithë palëve. Sistemi i drejtësisë në Kosovë është kritikuar nga shumë organizata ndërkombëtare, por edhe nga vetë institucionet e vendit që kanë theksuar se do të respektojnë pavarësinë e këtij sistemi, por kjo nuk e përjashton atë nga llogaridhënia. Në një raport të paraditshëm të EULEX-it thuaj se sistemi i drejtësisë ka nevojë për reforma gjithëpërfshirëse. Në raport thuaj se gjyqësori është treguar shumë i dobët për të mbështetur ndjekjet dhe gjykimet të pavarura, ndërsa është tërhequr vërejtja në turistërinë politike ndaj punonjësve të gjyqësorit, gjë që ndikon në shkallën e pavarësisë së tyre. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.